Sot është një ditë e veçantë sepse përballë ndodhemi mbas 34 viteve përballë një zgjedhje elektorale ku qytetin tonë ka kapur tërësisht një sektor korruptiv, një sektor gati mafios. Ajo butësia që Klodi Leka po shpete më parë, pikërisht na ka ardhur në kurrizin tonë, na është kthyer sepse shumë spekulatorë kanë përfituar mbi qytetin. Kur kandidon për deputet në Republikën e Shqipërisë, duhet kesh parasysh disa gjëra. Dhe unë nga reflektimi që vazhdimisht i përpunoj dhe i mendoj. Së pari, dhe tash kemi folur shumë për vlerat. Dhe njëherë parti politike janë përplasur për vlerë, antivlerë dhe gjitha këto, por shumë pak është folur për principe. Principe që na dallojnë nga çështjet e realizueshmërisë, çështjet e transparencës, çështjet e komunikimit dhe shumë tjera me radhë. Për këto janë pikërisht për të folur. Në radhë parë duhet kuptojmë që zgjedhjet janë një çështje që çon një deputet në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka programe kombëtare, debate të ndryshme dhe nga krau tjetër kemi një qytet që gjithmonë më tepër harrohet nga përfaqësia, harrohet nga problemet dhe kështu me radhë. Unë do doja të flisja pikërisht për atë çfarë na bashkon në planin kombëtar dhe në planin lokal. Në planin kombëtar, Lëvizja Bashkë ka një program të cilin e ka filluar në hartimin e vet nga muaji gusht, korrik mbase, unë vetë kam qenë i angazhuar deri në ditët e sotshme. Nuk është një plan i cili bazohet mbi urrejtje, mbi kundërurrejtje, mbi kopime, mbi asarime dhe kështu me radhë. Por është një plan që është i menduar nga akademik dhe profesionistë të ndryshëm prej afërsisht muajsh dhe vitesh dhe janë botime të shkruara për sa i takon çështjeve të planifikimit urban, çështjeve të drejtësisë sociale dhe çështjeve të shtetit zhvillimor dhe aktivizimit politik, ajo çfarë përmban edhe kolonat e planit të programit. Shumë parti politike dy thonë që ne do heqim komplet taksat, edhe do të shtojmë kontributet sociale dhe të mirat publike. Është gati pa mundur. Shumë tjerë thonë që ne do rrisim taksat, atë që shkakton Bashkia e Durrësit, dhe zero shërbime për qytetarët dhe të mira sociale. Kjo është modeli vjedhjes. Ka dhe shumë tjerë që janë du me po modernistin ose inovatorin, që thojnë zero taksa dhe zero shërbime publike për qytetarët. Këto janë ato që duan të qenë vendin kolaps në 97-ën, ku shteti është minimalist, edhe gjithë njerëzit në radhë për të marrë dhe për të shuar fut lekët në për bankat e kursimit dhe ato bankat që u krijuan në 97-ën. Plani jonë është një plan në ekuilibër nga një krah me të drejtat shoqërore, grupet e ndryshme dhe kthimin brapsh e të mirës publike dhe shërbimeve sociale. Ky është ekuilibri. Tjetër kemi probleme lokale. Problemet lokale janë të shumta. Dhe ajo çfarë duhet na karakterizojë në realizueshmërinë e këtyre temave ka të bëjë pikërisht me pragmatizmin. Ndryshe nga një politikan që thotë unë kërkoj të përfaqësohem ose të përfaqësoj qytetarët, ajo çfarë na dallon ne është fakti i aktivizmit. I aktivizmit dhe të qenit pranë problemeve komunitare të qarkut Durrës. Kemi qenë që në momentin e parë ku kemi hapur zyrën e cila është një hapësirë 40 metra katror në qendrën e Durrësit, për të qenë afër gjeometrikisht problemeve të qarkut dhe problemeve urbane. Pikërisht nga Pallati i Kulturës, për këto që nuk e dinë, ndodhet edhe qendra e Lëvizjes Bashkë. Kjo nuk është vetëm një fillim për garë, kjo është një fillim për një aktivizim politik. Në një qytet ku interesat e ngushta mafioze kanë kapur çfarëdo lloj sektori, është e pamundur të flasësh për shërbimin e transporteve, për sheshin e autobusave, është e pamundur të flasësh për plazhin, është e pamundur të flasësh për peshkimin, është e pamundur të flasësh për gërçeren, është e pamundur të flasësh për çimentin, fushkryuj, është e pamundur të flasësh për mbetjet në suk apo në shijak që digjen nga mbetjet e panohet e shijakut ndjejnë aromat e mbetjeve vetëm se të prodhohen tullat nga fabrikat. Ne kemi marrë guximin që t'i flasim këto, po për shumë bashkëqytetarë është një hendek i madh politik që të dalin dhe të flasin për këto gjëra, sepse qyteti jonë është i kapur nga këto interesa. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndalojmë. Pikërisht duhet ta fillojmë nga bazat kryesore të qendrës, sepse pragmatizmi të qenit afër problemeve të tyre na jep zgjidhjet e duhura. Kemi qenë afër problemeve dhe fasonerisë të fabrikave në Kryuj.
Kemi qenë afër banorëve të Porto Romanës ku janë blokuar kanalet dhe ku shtëpiat e tyre kanë qenë të përmbytura. Kemi qenë afër qytetarëve të plazhit për të kuptuar problemet e tyre që mund kanë bërë me mungesën e publikës dhe mungesën e shërbimeve sociale. Kemi qenë në vende të ndryshme të trashëgimisë kulturore, tek amfiteatri, tek banjot dhe për të kuptuar dhe dokumentuar se sa respektohen të drejtat dhe standardet e projektimit. Po njëkohësisht edhe të gjithë veprave publike të cilat sot mungojnë. Mungojnë shkolla, kushdo që është nga shkolla Gjergj Kastrioti apo nga ky historik e dim fare mirë që qytetit po i humbasin vlerat publike dhe urbane. Ju ftoj të gjithëve që t'i bashkoheni lëvizjes bashkë, jo vetëm thjesht për një botë, jo vetëm thjesht për një përfaqësim, por mbi të gjitha për të qenë një faktor ndryshimi, të gjithë së bashku për të ndryshuar të gjitha ato faktorë të cilët na kanë penguar në 34 vite për të qenë aktiv në përmirësimin dhe mirëqenien publike.